Një qift breshkash 100 vjeçare të ishullit Galapagos në kopshtin zoologjik të Filadelfias kanë lindur të vezëlit për herë të parë. Kopshti zoologjik ka shprehur entuziazëm për lindjen e 4 breshkave të vogla që shënon herën e parë në historinë 150 vjeçare të institucionit. Breshkat u përkasin Momi dhe Abrazo, 2 banorëve më të vjetër të kopshtit të cilët rrezikohen seriozisht nga zhdukja. Sipas CNN, 4 të vezëlit po mbahen në shtëpinë e zvarranikëve dhe amfibeve, duke ngrënë dhe duke u rritur siç duhet, ka deklaruar kopshti. Ata peshojnë rreth 70 deri në 80 gram, sa një vezë pule, veza apo arqeli me 27 shkort dhe të tjerat që mund të qelin po vëzhgohen nga stafi. Momi mbërriti në kopshtin zoologjik të Filadelfas me 1932. Ajo konsiderohet një nga breshkat e Galapagosit më të çmuara gjenetikisht në programin e mbjetesës së llojeve nga shoqëria e kopshteve zoologjik dhe akuariumeve. Kopshti zoologjik ka planifikuar prezantimin e breshkave me 23 prill, si dhe një konkurs për emrat e tyre.